Kam kënaqësinë që të kemi një bashkëbisedim me zotin Zjakeshi. Krejt rastësisht ti po më tregoje se ti ke qenë pjesë e UÇK-s. Kjo është krenaria ime, dhe jam edhe ndjep shumë mirë, kur më bë pyetje falëndesh më bane, me falënderën, dhe më kapin emocionet. Si çdo kush mund ta kishte bë. Kisha pas arsye. Më erdhi rasti, u mobilizova në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës në vitin 98. Dhe vendosa me të vërtetë të jap kontributin tim, aq sa kisha mundësi. Zoti Zia, që mos tregohesh kaq modest, më the ke qenë në vitin e parë të frontit të luftës, ë? Nuk është edhe aq. Unë kam pas tre dëshira kam pas. Edhe në front kam qenë, kam përcjell pakot sekrete dhe gjithashtu edhe furnizimin me armë për Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, për zonën e Gilanit, zonë Karadakut më shumë kur bëj intensivat të mëdha, në shtabin 171 me komandanta me Dakun. Dhe mbasi më lufta, u kthejmë, domethënë. Për ne që jemi pak të vegjël, çfarë janë këto pakot sekrete? Pakot sekrete janë informacionet e luftës që përcjellen, si do zhvillohet lufta, zona, Si ju keni pasur këtë detyrë? As vetë, domethënë, e kom pas të ndaluar me hap pakot sekrete. Bëhet. Në zonat që janë generalat, i kanë bënë komandantat e diçka. Ne kur erdhëm, përveç fermës, të bie në sy edhe tabela e shtëpisë, tek shtëpia jote ku thotë shtëpia bazë UÇK-s. Po, shtëpia ime, kjo vlerësu nga Ushtria Shqiptare të Kosovës veteranët e luftës, dhe i ka marrë mirënjohje shtëpisë, pllakën, se ka qenë bazë Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, sepse nuk ka kun bë këto detyra, kam pas edhe përcjelljen ushtarëve të njësisë speciale. Kur thua bazë, ushtarët UÇK-s qëndronin këtu? Vishin në rrinat nga Gjermania, shkotanin si meshon, me gjithë armatim, me gjithë rroba dimnore, me gjithë shka, i masë 20 ditë tuk e shtëpia, pushoshin, i ushqesha dhe i përcjellsha për në Maqedoni, për Maqedoni në Kosovë. Prandaj është quajtur bazë Ushtrisë të Kosovës. Pastaj minjohet kanë ardhur nga në 2020 nga UÇK-ja kanë ardhur, minjohet për mua, për babin. Edhe 2 milionë kam vetëm për UÇK-s, edhe babi. Po sot çfarë lidhje mban me Kosovën? Shumë lidhje vëllazërore. Jashtëzakonisht mirë, vinë, shkojnë, vizitoj, sepse kemi lënë. Po këto çfarë prodhon ferm? I dërgon edhe atje, besoj i kërkojnë? Patjetër fidana, kush ka shtëpi private, fidane, fruta e gjana, janë vllazit tonë ato. Janë troje tona, kuptohet. Tani unë dua të di pak më shumë për fshatin Blat. Fshati Blat është një fshat i komunës Maqellarës. Komuna e Maqellarës përbëhet nga 20 fshatra. To është për një banor që 12.000 banor, komuna, komplet komuna. Po vetëm fshati Blat, sa mund të ketë? Fshati Blat mund të ketë ke 600 banor qëset. Pastaj vinë fshatët tjera, Majtara, Blata e për Blata e poshtër, kemi Burimin, kemi Kuçishtin. Pra Blata ndahet në dy, Blata e për Blata e po, kështu kanë ngel edhe fshati jonë Majtara ku jena edhe këtu. Ndahet në dy, Majtara poshtë, Majtara. Kështu kanë nda ples përpara, të partë. Fshati Blat ishte dhe në fakt fshati që mbante pikën kufitare, që na ndante me Maqedoninë e Veriut. Po, Blata e për quhet, është bashkë në kufi me dërgonë e Blat, pika kalimit që kalon në Maqedoni. Kështu ka qenë historikisht? Po, me sa me mendon, unë jam gjenerata e 78, dhe masi nga morë shkollën të veçare, me njerë ishte kooperativa atërës, edhe kam punon me në klëni të në atërës, para postës kufitare ka qenë edhe të kumë me klënë, me tela, dhe futeshim me kështu pasaporta, sepse kishim tokat deri në bezin kufitar, me Maqedoninë, kishim tokat që i punohet të kooperativa atërës. Ju keni të afërm që jetojnë jashtë, domethënë përtej kufirit? Po, kam hallën në dibër të Maqedonisë. Është prej këto është 6 kilometra gati. Po, kemi shumë njerëz aty, ne kalojmë vetëm me karniteti. Dhe shkojmë shpesh, takojmë njerëzit tonë, kemi shokë, kemi që kushinje. Patjetër shkëmbeni edhe mallrat. Po, normal, po, ma shumë ushqime të tjera bëjmë. Tani, me që dolem të mallar se ti pas ke krijuar një gjë shumë të bukur këtu fermën tënde. Me sa duket këtu u prodho ka çdo gjë. Këtu jeni tek ferma azjatike më shumë, sepse unë jam një fermer që 2012 kam kryer fermën dhe kam afro vetëm fruta mali dhe frutat që dardhë mollë.
Po më tregoje se i përzie se si ishte ai termi, i shërtoje që më thoje me ato shërtimet e kemi filluar tani vonë, sepse duke kërku vajtet e treja, jam sjellë i shërtim, domethënë kemi shërtimin e mjedra egër e malit me luleshtrydhen. Kemi mjedrën e egër të malit me ananasin. Po disa fruta që ishin amerikane, hollandeze. Po, kemi manaferën, 3 manafera kemi nga Hollanda, kuqen, 2 kuqe dhe 1 zez, kemi mollën siberiane të egër me tullt kuq mrena. Ti përdhoni këtu? Po, kemi lajthin e egër me gjithë e kaf, kemi pishkën maleziane, kemi aronin me origjinë nga Kina, kemi dardhën japoneze, kemi dardhën kineze me tullt kuq mren, kemi bornisin e malit në ngjyrë blu, kemi mjedrën, kemi bornisë siberiane, shumë gjana kemi. Më thonë këto unë një frikë nga di çdo vit 2 vajte e treja, ma shumë aziatike, i gje me shoqëri nga 15 fidana, i kultivoj, i ndjeki. Ju ka ecur mirë tregtia, besoj, ka interes. Mashallah, shumë mirë. Mashallah, shumë mirë. Po të punësh, gjithçka. Këtë e thua ti se unë pak më parë, po takoja disa banorë pak më poshtë pista, dhe më thanë këtu s'prodhohet asgjë, ne s'punojmë, pse ma thanë ata mua këtë? Ka ngënjë. Pse? Ka ngënjë, ja, ka ngënjë. Ato që kanë thonë ashtu, ato nuk du me puno. E shef, ata s'gjën kanë punëtor. Ja, du me puno. A jeti zia punëtori më i madh i këtij fshati? Jo, s'më të thomë se jam punëtori më i madh i fshatit, se gjithçkush ka të hapësinën e vet. Dikush merret me misë, dikush me glu, dikush me jongja, unë merrem me pjesën time. E kupton dhe nuk thoj se dikur fshati është quajtur hambari i? Po, komuna Maqedarës, në kohën e komunizmit, është quajtur hambari i Dibrës, sepse në Dibër kjo është fush, komplet fush. Në Dibër kultivohej përpara misër, grur, patate, fasule, jongja, që mbante gjithë ditën. Misër, gjithçka. Dhe ashtu e quajti vetë qeveria atëherës. Atëherës hambari i Dibrës është komuna Maqedarës, sepse ka pas shumë prodhim. Mbas 90-s tonë asnjë gjë. Ka të rinj në këtë fshat? Me thonë drejtën, janë shpërngul, kanë ikë të rritë, shumë kanë ikë, sepse shoh një tjetrin, punë ka, kush punon vjen e vet. Po kthehen ata, vendosin të kthehen? Mendoj që i do vijë shumë shpejt kohë që të kthehen. Mendoj, sepse rrugët janë bën, gjanat janë bën dhe kanë filluar domethënë disa fermerë duke u mobilizuar shumë më mirë. Më po vuaj se kanë gjë këto, fushë Maqedarës, s'ka ujë për të vadit tokën. Kjo është problem. Ja, janë këtë tokat vjerë janë. Nga mungesa ujit? Nga mungesa ujit më shumë, nga mungesa ujit. Po bëse të kthehen, sepse nuk mund të jetë gjithmonë kur unë kur vetëm që vetë, 10 vjet, u ktheva më në fund prapë edhe këtu ke tretë mia. S'ka si tretë, s'ka si shpjete, s'ka si puna jete. Punesh për llogarit tane, nuk ke kërkon mbi kokë. Edhe puna është nderi familjes. Ai që punon i ka gjithçka. Që pos punove s'ka si zonë, nuk rrit rrugë. Shpresoj të rregullohet uji se mendojmë që kjo qeveri duhet ta bëj patjetër sepse i ka koha më e bërë se gjinat. Sepse vetëm pak më parë ju patët një investim goxha të mirë, siç ishte tuneli, besoj ju ka. Po, rruga e Arbit, shive, ne di brand kemi lind për zyti, me thonë drejtën. Ne na duhet me shku 4 orë në Tiranë, në rrugë vjetër. Tani shkem pikton ku jemi autorisht në Tufin për 45 minuta, 5 minuta maksimumi. Dhe më thonë, me më thirr dëni mik, dëni shok, atë vish piçkave në Tiranë, pritni desa të bëhet kafionera. Kemi lind për zyti. Keni lindur për zyti nga rruga. Po, në ujë, drita, rrugë, zhvillim. Por nuk te 7 lekë, ata. Ai që mënon si të më 7 lekë, ai ka mbaru. Ja, duhet punosh ata. Po, rrugën e bën shumë mirë. Jo zakonisht. O bë kryeva, e po shumë mirë. Jese duhet lavdëroj qeverinë, ja. A kupton se dikush do e bëte. Po jam të thonë që na u bë shumë mirë. U takon, bravo qoftë.